është parë është dëshmuar edhe përmes qëndrimeve dhe deklarimeve që ka bërë qoftë për Bashkimin Evropian për tarifat së fundi, po ashtu dhe për shpenzimet e NATO-s, ku secili nga vendet anëtare të NATO-s duhet shpenzojë për sa i përket asaj që është planifikuar në vetë këtë aleancë, sikundër edhe problemet e tjera që kanë të bëjnë me të ardhmen e Ukrainës, si do jetë ajo, në dallim me SHBA-n që ka qenë kundër variantit për aderimin e saj në NATO, Bashkimi Evropian i qëndron asaj të vetën që ardhmja e Ukrainës të jetë NATO dhe si të shkojë ky përshkallëzim i këtij konflikti. Dhe pikërisht nga frika e këtij përshkallëzimi janë këto disa nga arsyet kryesore që kanë nxitur edhe dasitë midis SHBA-s dhe Bashkimit Evropian dhe gjithë aleatëve të tjerë, të cilët nga kjo frikë dhe nga kjo pasiguri kanë inkurajuar edhe këto takime dhe marrëveshje, por të cilët e kanë kurzuar dhe kjo frikë shprehet edhe me fjalinë që u tha që pa një garanci të SHBA-s dhe pa mbështetjen e saj logjistike, ushtarake, diplomatike, politike, nuk mund të konkretizohet asnjë lloj marrëveshje e cila në një farë mënyrë garanton suksesin e asaj që synohen të arrijë. Zoti Lezin, flasim për ndasi të reja apo ka, po them, një mungesë bashkëpunimi që ka qenë aty prej kohësh? Janë të gjitha të përfshira e nderuar, sepse ajo cilat i pa danë mungesa bashkëpunimi pa shtifet edhe në një mungesë kohezioni midis edhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian, kemi rastin e Hungarisë apo edhe Slovakisë, po edhe vendet anëtare të NATO-s, të cilët çfarë nuk e kanë atë kohezionin e dëshiruar për sa i përket faktit që do të vazhdojë kjo mbështetje ushtarake dhe ku do të arrihet përmes saj, por këto ndasi në farë mënyre kanë bëjnë edhe me këndvështrime të ndryshme që kanë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, po edhe të NATO-s në dallim me SHBA-n, në midis në rritë të sigurisë, që në farë mënyre kanë si e shohin ato Rusin tashmë. Në dallim me ato të parat, SHBA-ja nuk e shef si kërcenim dhe Rusi, dhe kjo është një qasje e re, kuptimin e filozofi e re e presidentit Trump dhe shtëpisë Bardh në dallim me ato të bëjes dhe vendet anëtare të NATO-s, të cilët çfarë kërkon arritjen e paqes, kërkon të jepet fund të luftimeve dhe të arrihet një marrëveshje. Ndërkohë shtetet e anëtare të Bashkimit Evropian, siç kemi thënë, apo të tjera të NATO-s, duke përfshirë edhe Britaninë, kërkon që mbështetja ndaj Ukrainës të vazhdojë e pakurzuar dhe të mos i lihet mundësi që Rusia të avancojë dhe ky konflikt përshkallëzohet si një kërcënim me dyert e Evropës. Janë disa nga këto probleme dhe arsyet të cilët janë të vjetra, po edhe e reja është edhe që u tha, lufta tregtare tashmë e cila e ka revizuar dhe po konkretizohet me shpalljen e tarifave të reja që SHBA-i ka bërë gjithë shteteve të botës, përfshirë dhe aleatëve të vet strategjik, vendet anëtare të NATO-s, po ashtu dhe të Bashkimit Evropian, pikërisht nisur nga fakti që Amerika First dhe brenda kësaj logjike gjithë qëndrimet dhe vendimet që merr Trump dhe SHBA-ja janë të lidhur dhe kurzohen pikërisht nga përmbushja e këtij interesi. Kemi parasysh qasjen realiste që ka sot, shpalosja e interesave dhe realizimi i fuqisë një shteti për të përmbushur interesat e saj etike. Këtu do pa dhe sjellja e ndryshuar e presidentit Trump dhe shtëpisë Bardh sot në dallim me ato tradicionale. Zoti Lezi, çfarë pritet pra të diskutohet në dy takime të rëndësishme që do të mbahen në Bruksel më datën 10 prill? Pra ditën e nesërme. E nderuar, kjo është e lidhur me të parën, për hir të vërtetës, për të treguar se ka dallime dhe diferenca në qëndrime dhe perceptime, në mënyrën se si reflektohen ato dhe në raportet midis shteteve, midis vendet anëtare të NATO-s dhe Bashkimit Evropian dhe SHBA-s ka njëra tjetër që ka quajtur në këtë shqetësim, ku çfarë kërkohet që të jepen zgjidhje dhe trajtohen problemet të cilet në palët janë të dara. Qoftë në takimin e ministrave të jashtëm të NATO-s, ku aty përfshihen të gjithë, përfshirë edhe të SHBA-s pikërisht për të sheshuar këto dallime dhe diferenca në lidhje me qëndrimin që do marrin ndaj Ukrainës, dhe lidhur me këtë është edhe në nivel evropian. Në samitin i organizimit në Bashkimit Evropian, i lider kryesor të saj për të parë në përballjen e saj në midis në rritë sigurisë dhe në raport dhe qëndrimit që do kenë me Trump dhe shtëpinë e Bardh, qoftë për tarifat, po edhe ato që ka të bëjë me përballimin e sfidave dhe kërcënimeve,
sidomos edhe ato që kanë për të ardhmen e konfliktit të Rusi-Ukrainë. Sikundër edhe takimi informal për hir të vërtetës që ka të bëjë për sigurinë dhe mbrojtjen e Bashkimit Evropian, ai që quhet Common Security Defense Policy, nëse Bashkimi Evropian si do të jetë në raport me këto çështje si sigurisë, do të veprojë si vetëm panim shteti, do analizohen disa skenare, në raport me skenarë që janë midis në sigurisë, janë edhe takimet në nivelet më të lartë të samiteve, qoftë aty të politikës të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s për çështje sigurisë mbrojtjes në raport me konfliktin në Ukrainë, po ashtu edhe të Këshillit Evropian që ka të bëjë edhe me çështjen e tarifave dhe shumë të tjera, po edhe e fundit që është një takim informal, pikërisht si një shenjë alerti apo shqetësimi që vendet anëtare të Bashkimit kanë për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, gjë e cila është thënë edhe përmes qëndrimeve apo deklaratave të kancelarit gjerman, atë presidentit francez, sikundër edhe aty britanik edhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian pjesë e NATO-s, se si ato do të organizojnë pikërisht mbrojtjen dhe ushtrinë e përbashkët evropiane në një skenar të largimit vëmendjes së SHBA-s përballë këtij. Është një shqetësim i Bashkimit Evropian, i cili për hir vërtetës ekziston dhe është real për qenë. Është qartë. Zoti Lezi, se i përket edhe grupit të vendeve të gatshme për veprim, po e ndajmë pra NATO në klasa disa vende të cilat janë të gatshme dhe të tjera të vonuara. Çfarë mesazhi jep kjo brenda aleancës dhe a nuk rrezikon kjo pra të minojë edhe frymën unitetit të NATO-s që vet po e proklamon kaq shpesh? I nderuar, NATO është një organizatë politiko-ushtarake e cila në parimet e veta ka solidaritetin, kuptimin e vetë fakti që sa që një nga anëtarët e NATO-s kërcënohet, të thirret në mënyrë unanime dhe aktivizohet ky nen për mbështetje pa kurzuar këtij vendar dhe brenda kësaj, duke nisur parasysh në faktin se si NATO po dhe vendet anëtare të saj po përballen me mjedisjen e ri të sigurisë, sidomos në konfliktin me Ukrainën, tregon që NATO nuk është e vendosur, nuk ka shumë e vendosur për ta çuar deri në fund këtë betejë, sepse SHBA-ja ka hezitimet e veta, nisur nga qëllimi i vet. Dhe është disa shtete anëtare të NATO-s, të cilat edhe vetë aleanca e lejon një gjë të tillë, kanë dispozitat rregulatorëve të mënyrës së organizimit të funksionimit të kësaj aleance, e lejon edhe organizimit rajonale brenda saj, që sa herë që një shtet ka kërcënimet e veta, mund t'i përballojë ato duke përdorur edhe logjistikën, infrastrukturën e NATO-s, edhe duke mbrojtur interesat e veta tjetike, është në kuadrin e detyrave të Berlin Plusit dhe është një koalicion i këtyre vendeve të caktuar, sidomos ato lindore dhe kufijme me Ukrainën, të ndjen më të kërcënuar si Polonia, po ashtu përfshirë dhe Franca, Gjermania dhe Britania, të cilët kanë një qëndrim dyshim nga SHBA-ja, një koalicion i vullnetit të mirë për ta ndërmjetësuar këtë konflikt në mënyrë që të garantojnë vazhdimin e mbështetjes diplomatike, ushtarake, politike në Ukrainën dhe mos të zbrazën, donë që ndihma ndaj ushtarake ndaj Ukrainës të vazhdojë, po ashtu edhe trajnimet, inteligjenca dhe gjithë furnizimi suporti i armativ. Kjo ka me fjalë ka rëndësinë e saj për thënë që mos ta avantazhohet Rusia, por për dhënë një sinjal që perëndimi bota euroatlantike dhe vendet e Bashkimit Evropian nuk janë